Të dashur të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allahut lartësuar jemi tek Suratul Ma'arij, një sure mekase prej 44 ajeteve. Një sure me mesazh shumë të bukur, madhështor, një sure e cila fton në meditim, një sure e cila fton në besim në Allahun e lartësuar, fton në besimin e ditës së gjykimit, ku do t'japim llogari para Allahut xhelle shanu ve xhelle xhelalu. Kjo sure ka emrin Ma'arij, që e ka kuptimin e lartësive. Allahu i lartësuar e nis që në ajetin e parë ku thot se elsailun bi'adhabi waqia. Një lutës e kërkoi dënimin e pashmangshëm. Bëhet fjalë që profeti sallallahu alaihi wasallam i ftoi Mekasit në besim. I ftoi ata që ta besojnë Allahun e lartësuar një të vetëm, të largohen nga idhujtaria, të largohen nga zotrat e rrem, dhe të besojnë Allahun xhelle shanu. I ftoi se ka jetë mbas vdekjes, i ftoi se ka llogari dhënie tek Allahu i lartësuar për veprat që do të bëjmë në jetën e kësaj bote. I ftoi që të zbatojnë urdhëresat e Zotit, atë çfarë shpall në Kur'an, të bëjnë halallet dhe të rinë larg harameve. Mirë po mohuesit nuk e pranuan këtë gjë. Biles shkuan aq lart në mohim, aq shumë e shtuan mohimin e tyre, sa që njëri prej tyre, siç ishte Nadr ibn el-Harith, ai do t'i thoshte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo edhe do të luste në këtë formë, që nëse me të vërtet ky Kur'an që ti ke shpall, o Muhammed, unë atëre e lut Allahun që ai nëse kjo është e vërtet, ai të dërgoj mbi ne nga qielli gur, të na dënoj me dënim të dhëmshëm. Dhe pikërisht kjo tregon se këta njerëz kishin kaluar në një mohim të tmerrshëm. Por Allahu tha lil kafirine laysa lahu dafia. Por jo besimtarët, ai dënim nuk ka kush mund ta ndal. Është një dënim që bëhet fjalë për dënimin e kiametit. Dhe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bënte fjalë për kiamet, do të thotë që ky dënim i ashpër do të ndodhë mbas kësaj jete. Pavarësisht kërkesës së këtij njeriu në jetën e kësaj bote, pra ai ishte totalisht gabim dhe në kuptimin e mesazheve të Kuranit famëlar. Por pikërisht të dashur besimtar, tu tregohet një mendësi edhe një mesazh shumë madhështor për reflektim dhe meditim për gjithë secilin prej nesh. Pse? Sepse kjo sure që flet për Ma'arij, që flet për lartësitë e mëdha, min Allahi dhil Ma'arij, që Allahu i lartësuar, ky dënim vjen nga Allahu, që është pronar i lartësive, është pronar i pushteteve të mëdha, është pronar i gjithë kësaj gjithësie, është pronar i gjithçka që ju shikoni. Sado që të meditoni që ky univers është i madh, është i lartë, sepse njeriu ka gjithmonë atë madhështinë e lartësisë, qielli shiko sa lart është, dhe këtu Allahu fton në reflektim që ky dënim do të vi pikërisht nga ky Zot i të gjithë këtij universi që ka krijuar, i të gjithë kësaj lartësie të pafundme që u shikoni dhe që ftoheni të meditoni. Por ky njeri që thot ma sill dënimi në këtë botë, është një njeri i cili e ka mendësinë e ngushtë, që do të thotë ai është i burgosur në mendësinë e kësaj bote, është i burgosur në mendësinë e kësaj jete. Ka vetëm një jetë, të jetojmë si të jetojmë, se do të vdesim dhe nuk ka më jetë mbas vdekjes. Që fton kjo sure në meditim pikërisht në këtë çështje, që jo njeri, shiko sa po t'i hap Allahu i lartësuar horizontet e shpirtit dhe të mendjes. Dhe po thot Allahu është ai që ka krijuar gjithë këtë univers. Medito mbi këtë univers. Dhe e bukura që njeriu me të vërtet bëhet më pas që t'i rënqethet shpirti për të kuptuar realitetin e kësaj jete, se sa e shkurtër është kjo jetë, se sa pak kohë kalon njeriu në këtë botë, Allahu për të treguar madhështinë e tij dhe të krijesave të tjera thot në këtë formë në ajetin e 4: Tarijul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Dhe thot Allahu i lartësuar për të medituar njeriu që të dalin nga burgosja e mendësisë së vetëm kësaj krijimtarie të kësaj bote të vogël, thot tek Allahu në këto lartësi të mëdha, tek Arshi madhështor, atje ngjiten me lajket, ngjitet Xhibrili në një ditë që zgjat 50.000 vite nga llogaria e juve o njerëz. Pra shkurtimisht, do të thotë që nëse nga pika më e ulët nga kjo botë, deri për t'u lartësuar në krijesën më madhështore të Allahut, që është Arshi, që ka kapluar të gjithë këtë univers, duhen 50.000 vite sipas llogarisë tonë. Ndërkohë me lajket këtë udhëtim e bëjnë për një ditë.
Dhe patjetër këtu shikojmë se si Allahu i lartësuar i hap horizontet e mendjes dhe të shpirtit të njeriu. Fjala El Me'arij na vjen e ngjushme për veshin ton edhe me Mirajin e Profetit alayhis salam. Miraji i Profetit alayhis salam ishte një lartësim. Ai shkoi në horizontet më të larta, në prani të vigjilencës hyjnore. Dhe kështu në këto horizonte të larta që shkoi Profeti sallallahu alaihi wasallam, ne e dim që ai ja kaloi edhe kryeëngjëllit Xhebraili në lartësi. Ama po të shikojmë në të gjithë katet e qejve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të takonte nga një profet, deri tek qielli i 7 që do të takonte Ibrahim alayhis salam. Pse ky dallim midis profetëve nga një qiell në një qiell tjetër kishte profetë të ndryshëm? Sepse këtu kuptojmë se sa Islami na mëson neve për një gjë që quhet lartësim shpirtëror, për një gjë që quhet fuqi e besimit, që sa më shumë ta njohësh Allahun, sa më shumë ta adhurosh atë, sa më shumë ti bindesh atij, sa më shumë ta duash atë, ta duash Profetin alayhis salam, të ndjekësh rrugën e tij, aq më shumë njeriu do të ngritet në shkalla të larta, aq më shumë do të synojë lartësitë e larta, aq më shumë synon kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Sa që Profeti sallallahu alaihi wasallam do të na përgëzonte që ku të kërkoni xhenetin, kërkoni Firdeusin më të lartin, sepse xheneti do të ketë grada. Ka 100 grada thot xheneti, më i larti është Firdeusi. Kërkoni atë. Pra synon Islami që të rrisi një botë kuptim të thellë të botës shpirtërore, që ta kuptoj që kjo fe nuk është vetëm çështje që ne i bëjmë praktik dhe mos të ndikojë në shpirtin ton. Dhe kështu Profeti sallallahu alaihi wasallam mbasi bëri mirajin e tij, ishte në prani të Allahu subhanahu wa taala, u lartësua në këto grada kaq të larta si shpërblim i profecisë, sakrificës dhe të besimit të tij të palëkundshëm, që dalloi nga të gjithë profetët e tjerë, erdhi në tokë dhe tha: "As-salatu mirajul mu'min." Tashmë salati, namazi, lutja në nshtrimin te Allahu subhanahu wa taala është miraxhi i besimtarit. Është vendi ku besimtari me atë punë do të lartësohet shpirtërisht tek Allahu subhanahu wa taala. Që do të thotë e ka lidhur ngushtë pikërisht Allahu subhanahu wa taala të gjithë këtë krijimtari pikërisht me meditimin dhe me ftesën që i bën mendjes njerëzore. Tha Profeti sallallahu alaihi wasallam, për të kuptuar këtë madhështi, qielli i parë në krahasim me qiellin e dytë është si një unaz në mes shkëndëtirës. Sa të vegjël jemi ne në këtë botë. I dyti me të tretin është sa një unaz në mes të shkëndëtirës. I treti me të katërtin po ashtu, i katëri me të pestin po ashtu, i pesti me të gjashtin, i gjashti me të shtatin, i shtati me kursiun Allahut, një krijesë tjetër madhështore, dhe kursiu Allahut në krahasim me arshin Allahut subhanahu wa taala, krijesën më absolute, është sa madhështia e një unaze në mes të shkëndëtirës. E po arshin krahasim me qiellin e parë, akoma dhe më shumë madhështor, edhe sa të vegjël jemi ne njerëzit. Por pikërisht tek ajeti të dashur besimtar, kur unë e përmenda që një ditë me lajkeve për të shkuar nga pika më e ulët e krijimtarisë deri tek pika më e lartë e krijimtarisë, Allahu thotë që në llogaritë tona njerëzore është 50.000 vjet, atëherë ky numër ka dy shpjegime në tafsirin që i bëjnë dietarët. E para është pikërisht udhëtimi fizik. Pra, tu flitet për një udhëtim fizik, sikur njeriu ta kishte mundësinë, me teknologjinë më të madhe të njeriu do t'i duheshin kaq vite për të arritur në atë cak të universit. Me lajket thamë e bëjnë për një ditë, që do të thotë një ditë prej jetëve të me lajkeve, sipas një interpretimi shumë interesant, pra është e barabartë me 50.000 vite të jetës së kësaj bote. Një ditë në krahasim në ditën e Kiametit, botën e shpërblimit apo të dënimit, xhenetit apo xhenemit, është në llogarinë në jetën e kësaj bote sikur të jetosh 50.000 vite. Dhe nga ky ajet del një mësim shumë i madh. Nëse kaq është llogaria për një melek, ne kemi një përgëzim të Profetit sallallahu alaihi wasallam, që kur bebeja mbush 4 muaj në barkun e nënës, Allahu i lartësuar cakton një melek që t'i japi atij shpirtin, t'i shkruaj atij riskun, t'i shkruaj atij sa do të jetojë në jetën e kësaj bote, e t'i shkruaj atij a do të jetë njeri i mirë apo i keq në bazë të diturisë së Allahut të lartësuar. I fryn shpirtit ky melek, me lejet Allahut të lartësuar, dhe largohet nga ky njeri. Ky njeri më pas vjen në jetë.
Dhe sipas kësaj llogarie matematikore të dashur besimtar, kur kthehet ky melek për t'ia marrë shpirtin këtij njeriu, sepse Allahu po ashtu ka caktuar një melek për t'ia marrë shpirtin atij njeriu. Sipas kësaj llogarie, jetëgjatësia e një njeriu, qoftë 60, 70 apo 80 vite, në krahasim me jetëgjatësinë e melajkeve po një ditë të jetës së tyre, do të bënte 2 apo 3 minuta jetë nga jeta jonë. Që do thot, vjen një melek të jep shpirt në barkun e nënës, mbas 2 minuta nga koha e melekut tjetër, ai vjen dhe të merr shpirtin. Kaq e shkurtër është jeta e kësaj bote në syrin e melajkeve për ne njerëzit. Kaq e shkurtër është jeta e kësaj bote, por këtu pikërisht Allahu fton që njeriu të meditojë në këtë madhështi të këtij ajeti madhështor, që të kuptojë që nuk jemi të përjetshëm në këtë botë, jemi kalimtar. Jemi njerëz të cilët do të vdesim, jemi njerëz të cilët do të përballemi pikërisht me dhënien llogari. Dhe interpretimi i dytë të dashur besimtar që i bëhet këtij ajeti është koha që do të llogaritet njeriu ditën e gjykimit, besimtarët dhe jo besimtarët. Dhe ne kemi shumë transmetime interesante nga profeti sallallahu alaihi wasallam për të kuptuar dimensionin e madhështisë. Një nga transmetimet që ne e dim të gjithë është kalimi i urës së Siratit. Kemi një hadith profeti alayhi salatu wasallam që thotë, do të ketë njerëz që urën e Siratit do ta kalojnë me shpejtësinë e dritës. Disa të tjerë do ta kalojnë me shpejtësinë e kalit më të shpejtë. Disa të tjerë do ta kalojnë me vrap, e disa të tjerë duke ecur, e disa të tjerë do ta kalojnë duke u zvarritur me mijëra vite, e disa si shpejtësia e dritës në moment. Po ashtu në hadith ne shikojmë që për disa ura e Siratit do të jetë e gjerë sa horizontet, e për tjere do të jetë e ngushtë si të jetë maja e një thike. Çfarë është ky dimension shpirtëror që neve na fton Islami për të medituar dhe për të kuptuar? Është pikërisht kjo gjë, që njeriu ahiretin e tij e ndërton që në këtë botë. Kush thot subhanallahi wa bihamdihi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në xhenetin e tij mbillet një pemë. Do të thotë që ti me punët tua ndërton xhenetin tënd. Ti me punët tua rritesh shpirtërisht aq sa të ecësh me shpejtësinë e dritës, t'ia kalosh dhe me lajkeve shpirtërisht, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, apo edhe të bish në grad më të poshtër se sa kafsha që nuk ka logjik. Dhe këtë e ka njeriu në dorë të bëjë zgjedhjet e tij në jetën e kësaj bote. Sepse është lënë i lirë pikërisht të meditoj, ta njoh Allahun subhanahu wa taala, ti bindet atij. Dhe patjetër me të drejtë do të lind pyetja. Ku mundet që ta përjetoj besimtari këtë lartësi shpirtërore? Dhe nga të gjitha dhurimet që ne bëjmë, kemi një lutje specifike që e themi 3 herë në sejdë. Subhana rabbiyal a'la. I pastër, i patëmeta, madhështori është Zoti im i lartësuari. Ti ulesh në sejdë, vendos kokën në nivelin më të ulët, por ama shpirtërisht i ke përjetuar miraxhin që e përgëzoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Të përjetësosh në shpirtin tënd lartësi të mëdha, sikur ta takosh Allahun e lartësuar, ta adhurosh Zotin sikur e shikon atë. Edhe nëse se shikon, je i bindur që ai ty të shikon. Dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, në çdo çështje, kushdo që e ul veten e tij kështu dhe bëri dorën duke ulur poshtë shenjën e tij, Allahu ka për të lartësuar kështu dhe me dorën tjetër e ngriti lart, sepse kushdo që bën një punë për atë të Allahut, apo lë një punë për atë të Allahut, apo lë një zëng për atë të Allahut, apo tregot i thjesht për atë të Allahut, dhe nuk kërkon kënaqësi tjetër vetëm se kënaqësinë e Zotit. Nuk kërkon famë, nuk kërkon që të jetë dikush në sytë e njerëzve, por kërkon vetëm këtë famë tek Allahu subhanahu wa taala. Në botën qellore që tha profeti sallallahu alaihi wasallam, sa njerëz janë të famshëm tokë, por nuk i njeh bota qellore. E sa njerëz nuk njihen tokë, por janë të famshëm tek bota qellore, tek bota e melajkeve. Janë në duat e tyre pse? Sepse janë njerëz të cilët e kanë besuar Allahun e lartësuar, e kanë pranuar këtë madhështi. Dhe meditimi është një nga adhurimet shumë të dashura që ka shpërblime të mëdha, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Një orë meditim njeriu të meditojë në këtë formë, siç e shpjeguam të hutbë të sotme, në atë çfarë Allahu shpall në Kur'anin famëlar. Një orë në ditë meditoj njeriu në këtë formë duke parë krijimtarinë e Zotit,
duke parë se si funksionojnë gjitha këto ligjet e kësaj krijimtarie, do të ishte e barabartë me 1 vit adhurim, 1 orë meditim, 1 vit adhurim, sepse ti duke vendosur mendjen në punë, gjën më të çmuar që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në krahasim me të gjithë krijesat e tjera, ti njeh Zotin, e beson atë, e madhëron atë, e përkujton atë, e pastron atë nga çdo mveshje të keqe që mund t'i bëjnë njerëzit duke quajtur gjëra të tjera zotra që ti kurrë nuk e pranon këtë gjë në shpirtin tënd, atëherë dije që je një njeri i lartësuar. Dhe patjetër kushdo që do të jetë në këto parimet meditimit, çdo ditë ai do të kalojë në grada të larta të meditimit. Thot profeti sallallahu alejhi wasallam, unë i kërkoj Allahut falje 70 apo sipas një transmetimi 100 herë në ditë, them astaghfirullah. Dhe kur bëhet pyetja pse kërkonte falje profeti alejhi wasallam, 70 çfarë gjuna është bënd ai për të kërkuar falje. Dhe shpjegimi më i saktë është, profeti sallallahu alejhi wasallam çdo ditë kalonte në një dimension tjetër shpirtëror. Dhe njihte më shumë Zotin sa që kishte njohur një ditë më përpara. Dhe thoshte, o Zot, më fal se s'pas kem njohur siç duhet. O Zot, më fal se s'pas kem adhuruar siç duhet. Dhe një nga lutjet më të famshme që e bën njeriu duke treguar vogëltinë e tij ndaj madhështisë së Allahut lartësuar, është ma arafna bihaqi ma'rifatika ya ma'ruf. Nuk të njohëm me plotësinë e njohjes së duhur, o ti që je i njohur, është mangësia tek ne. Ti e ke shfaqur madhështinë tënde në këtë univers. Ma abadna bihaqqi ibadatika ya ma'bud. E nuk të adhuruam me hakun e vërtetë të adhurimit siç e meriton ti, o i adhuruar. Ai kërkon adhurim për ne, po jemi ne që nuk e adhurojmë siç duhet. Pse? Sepse pikërisht pra mendjen e kemi ngatëruar në këtë 2 minutë që në jetës së kësaj bote të përkohshëm. Mendjen e kemi të angazhuar për pasuri e për të mbledhur e për angazhimet e jetës së kësaj bote. E duke angazhuar mendjen, ndikohet zemra, ndikohet shpirti, edhe shikojmë që s'kemi ndjesi në namaz, nuk kemi ndjenjë në namaz, nuk e ndjejmë siç duhet namazin, nuk lartësohemi dot shpirtërisht në këto lartësi të mëdha sepse na mban peng kjo dynja. Prandaj me lejen e Allahut lartësuar, kushdo që kërkon kënaqësinë dhe lartësinë nga Zoti, duhet që patjetër ta shkëputësi shpirtin e tij nga kjo botë e përkohshme dhe qëllimin e tij të vetëm të ketë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, që lut Allahun e lartësuar të na bëjë për tyre që meritojnë të lartësohen grada në këtë botë dhe më rëndësishme Allahu na lartësoft në grada në xhenetit të larta, na bashkoft në xhenetin e tij Firdaus. Amin wa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم وعلى آله